Momenti që Gjëse unë kam një vlerësim me një person. Momenti me ty unë bëj bisedë, nuk është sulm. Menimin dhe japësh në fundit. Ti di shumë mirë se këtu kur thuhen gjana, ti ndoshta i thon atë mënyrë duken tjetër. Edhe Ina dhe Rogerti u fryn. Kupton? Bisedën këtu do e bësh me Se shife brikena. Bisedën këtu do e bësh me gjithë. Mu nuk unë ja thash. Nuk është e sakt logjika. Nuk e nxjerr mirë, sigurisht, me një person si Juela e gjitha. I thash. Në mënyrë indirekte për Rogerti. Jo. Po ti kujto se kuptoj jo. I thash bjeri Rogerti. Pse si bjer Rogerti? Një sekund. Edhe unë mali që po le pra këto hile. I thash mos bëj hile ti nëpërmjet Juelës. Nëpërmjet Juelës bërken mos bëj hile. Juela, edhe unë mali që kam shoku rrinte me mirë një thoje, o mal, jetu bo gabim. O mal, jetu bo këtej, jo pe di unë, ore di ti, po unë do ta them o vlla, se kështu e menoj. Qofse unë ti dhe ty sulm do them. Si kam thënë gjë për atë. Si kam thënë gjë për atë punë. Jo, nuk ja kam thënë gjë. Që prap ma i shok e kam, po të keqen. Unë jam e bindur se të kishe qenë ti aty prezent, ti s'do ma kishe thënë kur këtë fjalë. Do të kishe thënë Rogerti, si për shembull, pse thu këtë fjalë ti? Sepse ti je sulmues. Ti do ta kishe sulmu direkt atë. Unë e di. Sepse ma ke demonstru disa herë. Po ashtu pra shloja e fortë. Jo futja Juelës. Po jo pra Mateo, jo, se nuk del mirë as ajo. Nuk del mirë as ajo. Dhe jetu më dhanë mu sinjale që unë do veproj edhe s'do kem ma pik rezerve për ty. Po kur të sulmoj unë, dije se do të sulmoj fort. Do të sulmoj fort, sepse unë e kam tregu vetën time, përsa unë jam këtu, unë debatet e mia i kam mbrojt vetë, gjitha. Kush ka dash për mbrojt të rregull? Jo, unë besoj që një person që ti e vlerëson edhe e mbështet, ndoshta si të munesh ti, të paktën mos thuj. Po s'është ideja mendimit, nuk po diskutoj mendimin. Momenti, o Mateo, momenti. Momenti, është i rëndësishëm. Sa atë mbeti me ty, nuk e gjona 100% si çka i qenë. Se dhe mund të ngellë hatri që ka shku Juela e ka rënë dhe e Rogertit, i ka thënë ka sulmu Mateo. Ti ke busqesh, je tallë në atë moment me një... Testa falë, se kjo është mashtrim. Kur Mateo të vitit të sulmoj... Nuk është mashtrim. Mashtrim është. Kur Mateo të vitit të sulmoj, thuje. Kjo është mashtrim. Absolutisht jo. Absolutisht jo. 100% mashtrim. S'majnë përgjithësi për Gimbo se përshkel mu synin Gimbo. Kur unë t'ja shkel synin Gimbo se dhe të merë me Juela, tu thuje, të jara ke bë gabim. Me mu ke bë shumë gabim. Mateo se ishit gjitha ty. Me mu ke bë shumë gabim. Unë kam thënë që nuk kam mashtru. Mateo, i gjë është Mateo s'ka fajnë. Jo, më ka sulmu Mateo, sa është... Okej, në rregull, pas kam gabu me atë fjalë, pa tjetër se kam qenë dhe unë e inatosur. Po, ke qenë inatosur, po meru me ato që kanë bo me marinat, jo me mu. Mateo, se jemi njerëz. Po pra, po meru me ato, jo me mu, që unë s'fola fare. A jam marrë me ty? Jo, nuk jam marrë me ty. Edhe unë kisha venimet e mija negative aty për ty, edhe nuk jam shpre fare. Mos me sulmu Juelën, sidomos me i moment që shumë veta po merresh me Juelën. Për një gjup. Po pra, po jo të shkoj Juela ti thëmë sulme Mateo, ndërkohë që Mateo menimet e veta i ka majtë për vetën. Kur mund t'i shprehte shumë mirë se Big Brother është, edhe si shpreh fare. Tha të bojnë çfarë duan. Okej, në atë moment në rregull, e kuptoj, jam shpreh gabim, patjetër. Këndvështrimin tënd. Në këndvështrimin tim. Jo, për ty po për tjerë, për mua, në qoftë se unë e shoh atë person moment delikat, unë kështu e kam këndvështrimin, po ndoshta gaboj. Po gabon pra se kur unë nuk të sulmoj, i duke gabu. Kur unë të flas, po, thuje ti. Po pra. Po mu nuk më erdhi mirë. Që ti buzëqeshe dhe majtë e lojnë e Gimbos. Po e shoh që unë Gimbos nuk i kam thënë asnjë lloj përgjigje. Ti maje lojtë e Gimbos. Ose kam thënë përgjigje Gimbos unë. Ishte tu kërkuaj te ti. Tu kërkuaj. Po, ishte tu kërkuaj. Mateo, shkeli gjasunin jo. I ktheu përgjigje jo. Ti buzëqeshe Mateo. Buzëqeshe dhe unë sta thash në atë moment. O Juela, po ça kjo temë Juela, do kapsh me Mateo se buzëqeshi. Po jo. Mos linda. Po mirë. Unë s'fola fare, ti vazhdo buzëqeshe. Nuk të thash gjë, sepse ti do me majtë atë evenimin. Po shqe që do të me të futu dzizat Gimbo. Kundrejt meje, është puna jote. Jo. Po pra, kur Mateo s'flet, mos u merr me Mateo. Ai s'u mor me mua.
është dhe du shketë synin ty, jo mu. Po merresh me ty. Po lesa, mua bet hiku tani, po në regullu, në qofë se ty të ka ngel hadri, unë sigurisht jam shprekesh se ka qenë një moment ku mund të kem pas sinat, sepse e ke botja gjë.